Tash në aspektin e një menaxheri nuk i zhdasht, po. Në aspektin e një drejtuesit të ministrisë. Në aspektin e menaxherit nuk është deshmë. Nuk është dashur. Po. Për arsye, nëse kemi. Vetëm e para ashtu që e kam cek, as komiteti ndërministror, as ministri, as kërkush nuk ka drejt me te kalu kompaninë mbikëqyrëse. Kur asnjëherë nuk ka pas neglizhenca, edhe ashtu siç e kam cek Bektelli ka punu aq sa ka pas buxhet ndal. Nuk ka asnjë rast që Bektelli ka bërë kërkesë për një pagesë për punë që i ka kry e që na s'kemi. Ka pas buxhet ndal. Dhe nuk ka ndonjë rast që Gjitha janë të evidentuar edhe në raportet financiare të qeverisë. Ligjërisht vetëm ai është përgjegjës, vetëm ai mundet me përcaktu. Kërkesën që ju thash për 25 apo 26 milion. Ne kemi pas kërkesën e Betellënkës 25-26 milion. Dhe të njëjtën kërkesë kemi drejtuar te kompania mbikëqyrëse. Hill International, po. Hill International, pasi që i vetëm autoritet ligjor janë ata që mundën me vlerësu një kost. I vetëm autoritet ligjor janë ata që me vlerësuar një kost. Ka ky operator? Po, natyrisht po. Për projektin konkret, po. A ka mund komiteti drejtues ndërministror me të kaluar opinionet dhe mendimet e kompanisë lidhur me këtë projekt? S'ka drejt ligjore. Hill International ka pas detyrë në aspekt financiar, marrëvajtjes, në aspekt edhe ligjor. Financiar dhe ligjor. Dhe operativ. Sigurisht kemi kërkuar gjithmonë këshilla apo udhëzime nga ata që duhet. Po. Në rastin konkret, a ka qenë obligueshëm të respektojë jo? Obligueshëm, mos të obligueshëm, po ta them udhëzues për juve se si të veproni. Kontrata është nënshkruar në vlerë për 600 milion, kurse ndarjet buxhetore për 2014, 2015 dhe 2016 që është korniza afatmesme shpejt. Që është korniza 600 milion. Dërsa ndarjet buxhetore për vitin 15-16, po, në bazë kornizës afatmesme buxhetore, nëse nuk gaboj, kanë qenë 285 milion. Pra, mund të themi që ndarjet buxhetore nga Shteti i Kosovës nuk janë bërë në përputhje me obligimet kontraktuale. Tash në përputhje me kornizën afatmesme buxhetore dhe me avancimin e projektit, çdo vit është përcaktuar shuma e re, në buxhet për Betellënkën. Ndarjet e pamjaftueshme buxhetore kanë shkaktuar që për me ushty afati përfundimit punëve.